që t'i arrin votat. Atë pajtohem me zotrin Blokaj që komplet narrativa e lëvizjesve dënduesje bie poshtë nëse ajo fillon kushtimisht bashkëpunon me Partinë Demokratike të Kosovës. Po edhe Ana Sjelltas. Po, ku është një Edhe problem? opozita në vazhdimsi për këto vite ka thonë që vetëvendosja po na prish me Amerikën. Ku është një problem? Po i shërben në narracionet anti-shqiptar, anti-amerikanë kështu me radhë. Ka fut sanksione, ka dëmtuar ekonomikisht. Unë pajtohem dhe tash nëse pranojnë, është edhe efekti tjetër. Unë mendoj që historiku që ku është problemi. Nëse ti bën këtu të gjitha janë parti të ndryshme politike. Sado që zotri Kurti thoshte që këtu janë një blok opozitor, ato nuk ishin blok opozitor. Ai dëshironte që të krijonte në mënyrë që të krijonte një viktimizim pasaj në fushatën elektorale. Unë mendoj që të gjitha partitë janë në garë njëra me tjetrën. Mirë, po tash ka dalë rezultati zgjedhor dhe në interes të qytetarit të Republikës së Kosovës është bashkimi dhe bashkëpunimi këtyre partive për të mirën e Kosovës. Mirë, po historiku nuk e ka treguar këtë. Kush pra, zotri Kurti nuk është person i cili është në gjendje me bashkëpunu me parti tjera dhe me kriju një koalicion. Madje edhe kush është futur në koalicion me zotrin Kurti është shkatruar politikisht, e kirasin me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë mendoj që zgjidhja ku është? Zotri Kurti ka humbur gjatë këtij procesi zgjedhor, ose partia e tij më së shumti vota. Po ashtu edhe Partia Demokratike ka humbur një numër të madh të votave. Sikur Partia Demokratike e Kosovës të ishte në gjendje që të kthente votën e elektoratit të vet dhe në këtë zgjedhje, unë mendoj që zotri Kurti pa diskutim do të binte në 40%. Mirë, po edhe partitë opozitare kanë një problem. Ti ki, domethënë, deputet të partive opozitare që as ide nuk e kanë se si është duke jetuar qytetarë rezidentë e Republikës Kosovës. Kjo fol benefiteve të tyre të cilat me gjas i kanë trashëguar nga pushtetet e mëhershme dhe pashtu benefitet të cilat i morrin vazhdimisht nga të qendrit në politikë bërje ditore. Dhe kjo, ajo që po mbetet keq pa diskutim është qytetari e rezidenti i Republikës Kosovës. Pastaj, zotri Aris është edhe një problem tjetër. Partitë opozitare mendoj që nuk e kanë një lider mirëfilli politik që mund ta rivalizoj politikisht zotrin Kurtin në kuptimin e diskursit politik të tij. Për arsye se diskursi politik i zotrit Kurti po është dominant ndaj komplet diskursit të opozitar. Dhe këtu nuk po janë në gjendje me deklasifiku para se me dalë të opinioni publik. Pra, me ditë se çfarë po thot zotri Kurti dhe me bon defunksional. Po si bëhet defunksional? Kemi pas, domethënë, x probleme, kemi pas rritje të energjisë elektrike, rritje të shpurtit qytetare, pagat në nivel katastrofal. Nuk kanë qenë gjendje liderët opozitar me marrë një protezë me u pri hallave të qytetarëve përpara. Pastaj, nëse këta mendojnë dhe thonë që zotri Kurti është duke na prishur neve me Amerikën, zotrin është ne që duke prish me Amerikën, situata që ka shumë serioze, ja vlen me dalë në rrugë me po protesta. Për arsye se po cënohet integriteti dhe interesi i shtetit tonë. As këtë nuk e kanë bërë. Opozita ka bërë politikë me Facebooka dhe politikë nga studiot televizive. Po, studiot televizive, si mund të gjendet rruga për koalicione? Po, kjo është problemi. Për koalicion, unë mendoj që nëse një shoqëri dhe kjo është problemi, po pyetje shumë e mirë, ai kanë lënë vend njëri tjetrit. Por nëse ti tash kërkon koalicion pas gjithë atyre akuzave të ndërsjellta, sidomos Albin Kurti që akuzonte ta zën Partinë Demokratike, thotë që është ndërmarrje për punësim, si mund të bashkëpunosh? Për arsye se janë cënuar skajshëm raportet e bashkëpunimit. Po, unë çka mendoj unë? Unë mendoj kështu. Do të varet edhe rezultati nga votat që do të vinë nga diaspora. Unë mendoj që numrat momental zotri Kurti nuk i ka për me formu qeverinë. Me rezultatet aktuale, partitë opozitare mund të formojnë qeverinë. Pra, mund të formojnë një qeveri e cila mund të jetë qeveri kalimtare, që do të jetë shumë problematike për zgjedhjen e presidentit, mirë po nëse partitë opozitare mendojnë që janë në mirë akti vendi dhe ulen dhe bashkëpunojnë, ashtu siç kërkoi zot Regjini, sepse deklarata zot Regjinit ishte që ne do ta formojmë që opozita mund bashkohet për me formuar. Opozita shumë thjesht e ka bashkuar. Mirë po është një problem. Zotri Lumir Abdigjiku në ngërçin e kaluar nuk ka pranuar që të bashkëpunojë dhe ai e pse fiaskun më të madh, e pruni LDK në 13% aty dikun. Pra, nëse partitë opozitare shohin zotrin Kurti si të keqen e këtij vendi, ato mund të ulen dhe të diskutojnë. Mirë po, është një problem. Disa pjesëtar dhe disa liderë të partive opozitare po kanë kërkesa dhe ambicie politike për të gëzuar pushtet. Dhe për shkak të pushtetit, ose siç tha zoti Blokaj, për shkak të pazareve të tyre, ata mund të bëjnë gjithçka dhe mund të arrijnë